Gün sonra göremez. Gidecek. Maga?
Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirësit. I nderuari kryetari i Këshillit Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Haxhi Hafiz Shaçi Efendi Fetari, i nderuari miftimi i Finisës së Tavës, Dr. Hafiz Selver Efendi Xhemaili, i nderuari miftimi i shefës Rabbi Efendi Destani, të nderuar hoxhallar, familjar, shok dhe miq. Mirë se keni ardhur në darsën tonë dhe gjithmonë të jeni mirë se ardhur. Sot jemi turbuar një natë të madhështore të martesës së birit të Jusuf Efendi Jakupit, Sojbi Jakupit, që shpreson kjo natë të jetë për neve një natë e madhe, një natë e bereqetshme dhe me fjalë të mira. Tani me respekt e ftojmë që programin tonë të fillojmë me librin e Allah Xheleshanuhu, ku hoxha joni nderuar Abdurrahim Efendi Murati do ta zbukuroj fillimin e programit tonë. Urdhëromi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Allah është përbleft referentin tonë pra me ftinis. Tani për fjalën përshëndetse e thrasim për familjarin Jusuf Efendi Jakubi që të merr fjalën. Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit dhe mëshirëplotit. Lavdrimet dhe falendrimet i takojnë vetëm krijuesit të gjithësisë, ndërsa përshëndetje qofshin mbi të dërguarin e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin apo e pasin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I nderuari dhe shumë i respektuari dhe i çmuari, reisi jon Shaqir Efendi Fetau, e përshëndes përzemërsisht, po ashtu e përshëndes dhe shumë i nderuari miftyri jon Selver Efendi Gjemaili, po ashtu e përshëndesim edhe miftiun e Peshevës, Ragmi Efendi Destani. Me fillu t'i numërojmë, t'i përshëndesim krejt, me të vërtet na duhet ka shumë, por këtë që ishim pak më kryesor, dohemi t'i i përshëndesim edhe ata të cilët janë përgjigj me të vërtet ftesës tonë, nuk mund t'u shpërblej për vetëm se Allahu Gjeleshanu mund të shpërblejë. Kemi, dhe me thonë, prej krejt vilajeteve të Shqipërisë. Kemi prej Bujanovci, kemi prej Kosovës, kemi edhe prej Ulqini, Misafir, ashtu vetëm në kanë gjerë një vilajet i Janinës, por ato nuk mundemi deri sa inshallah çlirohet. Vëllezër, nuk du të zjarë shumë, por mjafton që kjo përshëndet jetë edhe vetëm Allahu të shpërblej. Kjo është e më me rëndësi, ajo tjetër vetëm Allahu që mund të shpërbleje, i përshëndes edhe këtë të Kosovë që në kanar, janë një dy bilbila ndoshtë dhe tim të gjoni, edhe këto i përshëndes, edhe pse njihemi para 2-3 vjetëve, por në kalon një shpres, një mbres madhe, që me të vërtet në kanë lënën që edhe t'i mbajmë lidhjet, dhe me thamë, të shqiptarisë. Unë nuk dhe të zgjatë shumë, por dhe t'ja fjallën prapë moderatori, edhe inshallah kalojmë çaste të bukura në këta momente të mira. Faleminderit i nishte. Vazhdojmë programin me dy ilahist nga Kosova, si Meduji dhe Denisi, Allah Gjeleshanu u shpërblef, anatër enkas vetëm për Suhebin për një program manifestim. Ti shankon aty në hijet asaj pëme, e mbi dorën tane, me vënum dorën teme, me të besume, me të përkran, o i dashur Mustafa. Nuk më vjen asë por të du me zemër, ma shumë se vetëm time, sa kam dëshirë me të
سلام الله عليك يا رسول الله صلوات الله سلام الله عليك يا حبيب الله Milyona zemani lutje kanë, ty të përshëndesin, ty të qojmë selam. T'ka lavdru Allahu dhe ngjujt e ti, emri lartë të ngriti, maj miri Nabi. T'ka lavdru Allahu dhe ngjujt e ti, emri lartë të ngriti, maj miri Nabi. Salatullah, salamullah, alayka ya Rasulallah. Salatullah, salamullah, alayka ya Habiballah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Kamal zaman çmad lotin, kamal zaman çmad lotin. Çoftyrën tënde nuk pata fatin, çoftyrën tënde nuk pata fatin. E të besoja kur të mohuan, e të besoja kur të mohuan. T'isha në mbrojtje kur të sulmuan, t'isha në mbrojtje kur të sulmuan. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Sahar që emri nuk ta dëgjoj, sahar që emri nuk ta dëgjoj, shumë përshëndetje për ty dërgoj, shumë përshëndetje për ty dërgoj. Pas rrugës tënde gjithnjë do të shkoj, pas rrugës tënde gjithnjë do të shkoj, derisa Zoti let na bashkoj, derisa Zoti let na bashkoj. Allahumma salli ala Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Për të nisur këtë program me fjallën e dinjes, i kemi knasi që në mesin tonë të kemi mëftines e të tabës, Dr. Selver Efendi Gjemali, që do të merë fjallën e rastit.
Urnani i deruar i Mufti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Fillimisht falenderoj Allahun fuqiplot, krijuesin e gjithësisë, i cili na mundsoi që sonte të jemi pjesëmarrës në këtë ambient gazmor të këndshëm për ndarë gëzimin mes dy familjeve, familjes Jakubi dhe familjes Ibish. Salavatet, selamet, përshëndetjet janë përcjellur pejgamberit tonë të dashur Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, që për ne paraqet shembulltyrën më të mirë edhe si krye familjar. I nderuari kryetari Reis Ulema i Bashkisë Fetare Islame të Tunisë dhe Veriut, Haxhi Hafiz Shaqiri Efendi Fetari, të nderuar drejtor nga Riaseti, shumë të respektuar kolegë hoxhallar nga Kosova, Presheva dhe viset e tjera, shumë të nderuar bashkëpunëtor muftinisë tonë, hoxhallar, hafizler, vajzler, muziler, të nderuar të pranishëm miq dhe shamir, me lejoni fillimisht që përshëndetjen islame, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit Allah që dëshanë qofshin mbi të gjithë. Të nderuar të pranishëm, ne kemi nderin sot të ta kemi kryetarin e Bashkisë Islame që të marrë fjalën në rastin e ai. U dha mundësia që në emër të muftinisë të u përshëndes të dëshiroj edhe bisare. Kam bindjen se ky akt i marrëtesës marrë parasysh që bëhet fjalë mes dy familje të teologëve shumë të mirënjohur, dy mualimve të spikator në rrethin e muftinisë të Tetovës, me që jetën e tyre e kanë kaluar me edukimin e brezave dhe gjeneratave të reja të ne këtu në qytetin e Tetovës, ma merr mendja që edukimin më të mirë dhe më të mirëfillt e kanë dhënë për bijtë e tyre. Andaj jam i bindur marrë parasysh këtë fakt se ky çift martesor do të arrijë të çojë në vend parimet kryesore të ajetit Kur'anit Kerimit që Allahu fuqiplot e cilëson martesën me 3 shtylla kryesore, me sekine, prehje në çiftin martesor dhe qetësi, me lëndë, dashuri reciproke mes dy çiftit, dhe rahme, mëshirë dhe mirë kuptim mes çiftit martesor. Tu jemi të bindur thellë se këto shtylla do t'i realizojnë dhe do t'jetë një qelisë e familjes së shëndosh të shoqërisë tonë në të ardhmen. Unë pa zgjatur fjalën më tepër, shfrytëzoj rastin që në emrin tim personal, por edhe në emër të muftinisë të Tetovës, me që dy miq janë bashkëpunëtor të muftinisë të Tetovës dhe punëtor të zellshëm, t'ju uroj familjes Jakubi, gjithsesi Jusuf Efendi Jakubit, dhe familjes Ibishi, gjithsesi Resul Efendi Ibishit, vicin e tyre, çiftit të ri, t'ju uroj muhabet, jetë të këndshme dhe trashëgimi, dhe dashur Allahu xhaleshahu që të trashëgohen me e bija ku do të shërbejnë dinit islam, shoqërisë tonë e kështu me radhë. Deri në çaste të këndshme si këto të sonshmet, vesselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderoj Muftin tonë të nderuar për këto fjalë të bukura. Kjo natë kërkon të vazhdoj edhe më shumë me tingull të bukur të ilahive nga misafirët tonë nga Kosova. Po vazhdojmë edhe më shumë për ilahit nga misafirët tonë. Çdo krijesë që në botë frymon, çdo gjallës që ekziston, çdo gjë që jetën shijon, ja Allah të madhëroj. Edhe dita kur gjallëron, edhe nata kur
وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Edhe peshin salojan, sa kam dete oqean, dhe insekte me milion, ja Allah të madhëroj. Ty çdo gjë shpremadhërim, përveç sa njerëzit sa gjin, shumë prej tyre jo nuk din, udhëzoj ti ja Rahim. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Në këtë manifestim kemi nevojë për më shumë këshilla. Veçanërisht këshillat nga misafirët tonë, si misafiri nga Presheva, nga Miftiu nga Presheva. Miftiu Ragbi Efendi Destanit do të merr fjalën e rastit. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين Nderuar kryetari i Bashkisë Islame të Maqedonisë, Hafiz Shakir Efendi Fedam, nderuar mufti të Tovës, Selverët e Gjemaili, të nderuar hoxhallar nga Kosova, Dian Sejdiu dhe ju, të nderuar kolegë dhe hoxhallar, edhe Abdurrahim të me përshëndet. Një përshëndetje të veçantë për Abdurrahim Muradi se e meriton se 6 vjet i konë Siri dhe 4 vjet në Kairo. Në më thonë 10 vjetë, Zotit rujt. Po, Abdurrahimi, nuk do është me folë për ty, por Abdurrahimi është një hafez i dalluar, kur ky në Damas në ato me vludet që i organizojshtë Ministria e Fejes, ky ka qenë lezuesi Koranit në tokë. Nëse nuk e keni ditë, ky po nuk e kishte marrë, Zot duhet me lëndohoni. Nëse nuk e lëndohoni, nuk e ka zonin. Dhe ju të ndëruar shumë të respektuar familja Hafiz Jusufit edhe familja Nusës, faleminderit për ftesën dhe Zoti ju nderoft dhe ju bekoft. Kënaqësi që gjendemi veçanti në këtë atmosferë, një atmosferë jashtëzakonisht domethënë sepse ne jemi në një kohë, në një periudhë kohore, ku një dështim i madh i darsmave dhe i martesave po ndodh dhe unë më ka pas bo kjo pyetje, o hoxh, pse para 20, 30, 40, 50, jo martu pa i pahesh, shkurorzimet 1%, 2%, tash po shihen, po rrinë, po dalin, edhe shkurorzime shumë. Sinqerisht nuk kam pas përgjigje. Dyqysh, u ka dash pak me hulumtu një përgjigje shumë pak bindëse. Dikur, merri një idesë edhe mendoj se kjo është. Darsmat e dikurit i përgjajnë darsmat e sotit. Burra, grad. Njerëzit ka nërë prej kamos, prej larë, me arë në goni për hajrë, edhe ka nërë me sinceritet shumë të plot, edhe kanë thonë Zoti ju ruj, Zoti ja vash marrën e mirën, Zoti i beko doa. Kur ai është shumë me traktor, me kërnekali, me autobus, me familje, me atë shtërsi, edhe i ka bu këtë lutje këtë doa, mos faku e ka mendu se kjo ka qenë një bekim nga ana Zotit që ato qifte martësore
kam patur një sukses në jetë. Nërsa kohën e sotit për këto shprehje mungoj thuaj totalisht, mënyra e darsmës absolutisht nuk është razi Zotit. Ati ku nuk është razi Zotit, sigurisht se nuk të ketë edhe suksese. Andaj këtë të jetë një model, sepse na kemi fillu me pas probleme shumë serios, një linka ma mirë sa dështimet të darsmëve dhe restoranët dhe të tjerë, i kanë që të thotë, e tëra kjo është nga thoi më zhallarë një thonje, me një vend do t'jem jam e lagjen e shejtan. Aty ku ka me lagjen nuk ka shejtan, ose anasjelës. Aty ku do t'jetë është një fillim i jetës me një diçka të veçantë, u kemi tashmë në ndoj se ka një sukses. Periudat veçanta psikologët muslimat kanë thonë ka periudat veçanta në jetën e njeriu, disa i ka përcaktuar dhe feja se çka duhet bëjmë. Linja, po dhe përjetor, po dhe fillimi i një cikli shkollor, por edhe martesa, për secilën feja ka dhënë disa rregulla. Respektohen këto parime, kemi të suksese. Kur nuk respektohen këto parime, tani kemi dështime. Gjëja më e shenjtë që sot Zoti neve na ka dhënë është familja. Ajo duhet të ndërtohen bazat shëndosha. Martesa është një prej bazave shumë të rëndësishme që të jetë një familje e shëndosh në Turqi. Ndaj nuk duhet zgjas po vetëm më kujtu kjo ide që me vërtet darsmet e ato martesat e kulturit as pa u pa e ka pa njona, se ka pa heqna sen, shkorozimet ka qenë shumë pak, dhe këtu e qenë bereqetin Allahu Gjeleshanu, bekimin e Zotit në atë qef dhe në atë familje. I dëshirojmë shumë lumturia të Suhejbit, edhe i thonë Suhejb, kesh kujdes, kërkojmë për tjeni, djali një ndryshe nga të tjerët, dhe tash ke pas punë është me nonën, tash ke pas punë edhe me nonën edhe me honën. A me të duhet i menagjojsh mirë. Zotë një ndërov, faleminderit shumë. Me falenderojmë për fine për shërë se pra kemi fendit e stani për këto fjallë të shumë. Tani është rradha fjallë Allah Gjeleshanu, për në mesin tani kemi hafizin e njohër të treba tona Muhyiddin Efendi Bimari. Për nami fështë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم E falenderojmë Hafizin që me këndimin e tij na strukturoi këtë manifestim. Tani vazhdojmë edhe me disa ilahi tjerë nga mysafirët tonë. Krisi pushka e gjumoja tia, sot ka gzim, jo s'ka mërmërzia, das me modhe sonte janë ka nise, pas kanar, biqe fare fise, për rajnë t'kov, ty oj zoti shpise. Das me modhe sonte janë ka nise, pas kanar, biqe fare fise, për rajnë t'kov, ty oj zoti shpise. Lumet na bani, mashallah, nusja hodri bajkunor, zemra babës mal me vor, lum vlau që t'ka ma i mimillah, qofshi bash për jetë
tane jena tu I festuar. I madhe I vogël sonte jem tu bue, birin për ty jem tu I knue, dasmën tane jena tu I festuar. Lumetna bani mashallah, nusja hodri bajkonor, zemran smal me bar, Allahu që t'ka ma I minillah, qofshi bash për jetë mot, ju bekofti mali zot, lumetna bani mashallah, nusja hodri bajkonor, zemra babës mal me bar, Allahu që t'ka ma I minillah, qofshi bash për jetë mot, ju bekofti mali zot. Dy bülbüla ku venojnë, dhe gënde selam na qojnë, hajde sonte këj po shkojnë, dasmën lautja jeshojnë. Dy bülbüla ku venojnë, dhe gënde selam na qojnë, hajde sonte këj po shkojnë, dasmën lautja jeshojnë. Ajde sonte knojna, një mirë për harja bojna, dyve zoti ju bekof, me mirësi jeta ju shkof. Ajde sonte knojna, një mirë për harja bojna, dyve zoti ju bekof, me mirësi jeta ju shkof. Trandon fili qel mot, dhëndrion maj miri sot, sa ka toka uj me pi, pa qit gjithmon lumturi. Trandon fili qel mot, dhëndrion maj miri sot, sa ka toka uj me pi, pa qit gjithmon dashuri. Hajde sonte knojna, një mirë për hajja bojna, dyve zoti ju bekoft, me mirësi jeta ju shkoft. Hajde sonte knojna, një mirë për hajja bojna, dyve zoti ju bekoft, me mirësi jeta ju shkoft. Hajde more dhëndër, hajde ti tu I kesh, të shatë dhëndris, sa është kollaj me I vesh. Hajde more dhëndër, hajde ti tu I kesh, të shatë dhëndris, sa është kollaj me I vesh. Boj maj gale muhabet, I thojnë dhëndrit ban üzmet, në brënda nuk t'jena faj, t'ka rason të me qit qaj. Boj maj gale muhabet, I thojnë dhëndrit ban üzmet, në brënda nuk t'jena faj, t'ka rason të me qit qaj. Hajde sonte knojna, një mirë për harja bojna, dyve zoti ju bekoft, me mirësi jeta ju shkoft. Hajde sonte knojna, një mirë për harja bojna, dyve zoti ju bekoft, me mirësi jeta ju shkoft. بارك الله لكما وبارك عليكما
Për familjen tonë është kënaqësi më e madhe dhe nderi më i madh është që në mesin tonë ta kemi udhëheqësin më të madh fetar të Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Tani e ftojmë me respekt të veçantë Reis Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj që të na drejtohet me fjalët e tij. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا بأولاد الصالحين وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Falenderimet më të sinqerta dhe më të përzemërta i takojnë Allahut fuqiplot, krijuesit të gjithë shkajeve dhe përmirësit të pakufishëm. Salavatet i dërgojmë të dashurit të Allahut, të dashurit tonë, mëshirës të gjithë botrave, Muhammedit alayhi salatu wassalam. Qoftë kënaqësia e madhe të Zot mbi të gjithë ata që kaluan para nesh me iman, e në veçanti mbi shokët ashabët e Muhammedit alayhi salam, të cilët nuk e kursyen as mendjen e tyre, as pasurinë e tyre, e as jetën e tyre për të shoqëruar Muhammedin alayhi salam në kryerjen e misionit hyjno. Shumë i nderuari krye familjar i familjes Jakupi, Haxhi Hafiz Yusuf Efendi Jakupi, e nderuara familja i Bishi nga vajza në krye me Hoxh Resul Efendiun, shumë i nderuari muftinisët e Tovës Doktor Server Efendi Gjemaili, shumë të nderuar musafir, duke filluar nga muftiu i Preshevës Luginës, Ragmi Efendi Destani, shumë i respektuari Hoxh i mirënjohur i trevave tona shqiptare, Doktor Ardian Sediu, të nderuar drejtor të riasetit të Bashkisë Fetare Islame, i nderuari Hoxh i mirënjohur nga Rashte e Shkupit, i cili tërë jetën ja kushtoi dhe ja kushton Islamit, Hoxh Ahmed Efendi Hoxha, të dashur ulema islam që jeni prezent këtu, të dashur vëllezër, miq, musafir dhe dashamir, më lejoni që përzemërsisht ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitet madhe të Zot qofshin mbi të gjithë ju. Të jesh prezent dhe t'i përgjigjesh thirrjes së Hafiz Jusufit nuk është vetëm çështje shoqërore, por është çështje morale dhe institucionale. Sepse Hafiz Jusufi tërë jetën ia ka kushtuar edukimit të fëmijëve, duke u mësuar leximin e bukur të fjalës së Allahut fuqiplot. Dhe për këtë shkak Hafiz Jusufi është një personalitet i rëndë, me bagazh të jashtëzakonshëm, sepse ky me qindra e qindra shtëpi
i ka bërë me nga një fëmijë që din të lexojnë fjalën e Allahut fuqiplot. Dhe mu për këte, Hafez Jusufi është një njeri që ka qenë mbrojtës i fjalës së Allahut fuqiplot dhe edukues i familjeve të ndryshme. Po ja që sonte na dëshmoj se Hafiz Jusufi është ai që spari e ka edukuar vetveten e tij, ka edukuar familjen e tij dhe ka përgatitur sonte djalin e tij që t'jetë në krye të kurorës me vajzën e familjes i bish. Andaj sonte jam shumë i lumtur që gjindem në gëzimin familjar të dy familjeve e në veçanti të familjes Jakubi. Vëllezër e miq të dashur, kjo darsëm është darsëm në hijen e edukimit islam. Shifni sa tjetë jemi, shifni sa me knasi kemi dëgjuar zërat e bukur, duke filluar nga Hafiz Abdurrahimi, Hafez Mujdini dhe dy bilbilat e Kosovës, vëllezërit Alajbeku nga Prizren. Dhe të gjithë me zemër dëgjonim fjalët e Allahut fuqiplot dhe ilahit e bukura të kënduar, sepse Hafez Jusufi këte e meriton sonte dhe sonte ka gëzimin më të madh. Dërsa ne të gjithë këtu, jo vetëm që jemi përgjigjur thirrjes së Hafez Jusufit në momentet më të lumtura të jetës së tij, po vëllezër, ne jemi sonte dëshmitar të lidhjes së kurorës të dy të rinjve. Kjo tregon se kurora është e shenjtë. Kurora bëhet në emër të Allahut fuqiplot, me një edukatë jashtëzakonshme, me një përgatitje të nivelit të lartë, dhe se ky është momenti më i rëndësishëm i dy të rinjve dhe dy familjeve. Familja, vëllezër të dashur, e themi në çdo raste të këtilla, është institucion i Allahut fuqiplot, është i shenjtë, është një shtyllë e familjes dhe shoqërisë në përgjithësi. Andaj, këta gëzime të këtilla që i bën me lexim të Kur'anit famlar, me porosi të Kur'anit famlar, tregon se ne pjesëtarët e Islamit mbi të gjitha vlerësojmë njeriu, vlerësojmë punorën, vlerësojmë familjen dhe jemi dëshmitar, po dëshmitar të thjellët, sepse kjo darsëm është e pastër nga të gjitha anomalitë që zbehin mendjen e njeriu. Andaj ne sonte kemi fatin dhe nderin që t'jemi dëshmitar të një kurore të dy të rinjve. Andaj kjo darsëm dhe ky gëzim nuk është vetëm thjesht dëfrim, nuk është thjesht një gëzim i madh, por është pari falënderim Allahut fuqiplot që dy familjeve u ka dhuruar atë më të dashur, që quhet fëmijë, dhuratën më të madhe, dhe e dyta porosi shumë e rëndësishme është që kurorën ta kuptojmë seriozisht, kurorën ta kuptojmë ditë rinj ashtu siç duhet, edhe në gëzimet e jirë sakrificë për njëri tjetrin, por edhe në momente të vështira siç i ka jeta, duhet t'jirë në shërbim të njëri tjetrit. Dhe e dyta, sonte
jeni dëshmitar që ta ka kuptojnë fuqishëm se nesër do t'jenë nën dhe babë, do t'keni emanet të rëndësishëm të edukojnë fëmijë, të edukojnë gjeneratat e reja, për të qenë ata në shërbim të Zotit, kombit, vatanit dhe shoqërisë në përgjithësi. Andaj nuk do të zgjas më tepër pas fjalëve të muftiu tjetër nga Lugina, Zotni Ragmiu, si dhe ilahive Kurani Kerimit, më lejoni në fund që në emër të Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në emrin e të gjitha organeve saja, në emrin tim personal, Hafës Jusuf Efendiu, familjes së tij, dashamirët e tij që i ka, si dhe familjes i Bish, në krye me Hoxhën Resul Efendiu, që u shprehim urime të përzemërta, me rastin e kurorizimit të djalit dhe bijes se njëri dhe tjetri, duke lutur Allahun fuqiplot, që dy të rinjve t'ju jetë shëndet të plot, jetë të gjatë, dashkimave Zot të trashëgohet, dhe të jenë gjithmonë nën kujdesin e porosive të Allahut fuqiplot. Andaj Allahu fuqiplot t'i bekoj në jetën e tyre, të jenë të lumtur, faqebar, të vazhdojnë misionin e tyre si prind dhe si pjesëtar të Islamit. Nëse ju e vëllezër të dashur, nga të gjitha trojet ashtu siç na informoi Abus Jusufi, për mundin dhe kohën që se kemi kursyer as pak, Allahu Gjellëshanuhu t'ju shpërblej me shpërblimet e tia të pakufishme. Ju falenderës për kohën. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne falenderojmë të isur ulema për këto fjalë dhe këshilla të bukura. Po ofrohemi ngadalë në përfundimin e programit, para se të lexojmë asherin dhe të bëjmë duan, një ilahi të fundit nga dy vëllezërit tanë. Zret prizreni mori shkoder, hajde të rinë se të n'kam motër, mere durësin e Tiranën, se në kështu e gëzojnë ananën, unë thraspej dhe Gjakov, drejt slape Kachaniku e Kamenica, vjen Gjilani e Prishtina, Ferizaj edhe Klina, në këtë kala, zbashku do të rina.
si e kam thirr dibërën o hrim strungën, merre lezhën edhe punkën, vjen qambria, vjen janina, lumës nas bashku do të rina, manastiri kam shumë fjallë, gjithsesi unë kam me ardh, gjithsesi unë kam me ardh, se për korç madhin kam ardh, por një besëm ka fane ki. Erdon kur te ju dorime, kur të vini dor për dor, mos harroni qonin vlor, e qonja vlor së një porosi, një flamur leta merr në gji, të gjithë vllazën edhe motra, e një kështu se na thret vota, një kuror bashkë të qëndisim, një flamur zbashku të ngrisim, e le dëgjon sot bota ma. Shturin bashko, populli shqiptaro, Programin e fillon me Kur'an dhe po përfundojmë me Kur'an. Tani e ftejmë hoxhator imamit në Gjermani, Hafez Abdusamet Efendi Sterani, që me ashen e tij ta përfundojë këtë manifestim. Dhe pastaj duat të bëj hoxha jon i nderuar i familjes tonë, Molla Ahmet Efendi Hoxha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي
كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم.
وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين والمنزل عليه قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. اللهم اجعل هذا العقد عقدا مباركا وارزق لهما أولادا صالحا. اللهم وألف بينهما كما ألفت بين محمد عليه الصلاة والسلام وخديجة الكبرى وبين علي وفاطمة الزهراء اللهم إنا نسألك لنا ولهما ولجميع المسلمين والمسلمات من خير ما سألك منه محمد عليه الصلاة والسلام. وإنا نستعيذ بك وإنا نستعيذ بك من شر ما استعاذك عنه محمد عليه الصلاة والسلام. O Zoti madhrueshëm, prano prej nesh lutjet me të cilat o Zoti madhrueshëm, prano prej nesh lutjet me të cilat I drejtohemi me madhërisë tënde, sepse Ti je I vetmi që I pranon ato. O Zoti plotfuqishëm, I lutim me madhërisë tënde, që të na udhëzosh në të drejtën dhe në rrugën e drejtë dhe të shpëtimit për hatër të leximit të Kur'anit dhe për hatër të dërguarit tanë të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Na fal neve o mëshirues, na fal neve o pomerës I burisëm, o Zoti im. Na besimtarët të lutemi nga selësia e zemrave tona që të na falin xhenetin. Gjithashtu të lutemi që të largojsh për nesh të dishat të ligat e kësaj dhe asaj bote. O Allah, vetëm Ti të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë. Udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që I begatove me të mira, e jo në rrugën e atyre që me fajnë e vetë patën hidrimin, as në rrugën e atyre që janë të humbër. Dhe në fund të Ti kemi një lutje më të përgjithshme, që pjesëtarët e sevapet dhe të fejtuar në jetimin e Kur'anit, qofshin të gjithë besimtarët, qofshin të gjallë të djegur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
Kështë në bëvë foto, prej. Ka krijuar, nga ka udhëzuar dhe nga ka begatuar në njësi të panumërta. Ne ka mundësuar shka me në rëndë dhe shka me birë. Nga ka bë prej fesis nga me fej, e vetë me e pranuar të Allahu Gjelle Gjelle. Rahmet dhe bereqeti Allahu shumë në atë të zëtë kanë përgatitit të përshim. Në atë të s'kanë posë e vetë dhe kanë të buar në këtë vend. Dhe në atë të së në në këtë vend. O Zoti madhrishëm, shtone të mira tuaj, mundësona të hapi havet e gjendetit, të pi ujt e krorit e këthetit. Dhe mos në ndaj për ndërë të Muhammed a.s. Lila al-Fatiha. Allah dhe është bereqet. Një koqeri zajdarsme, inshallah kjo martesë i ka dhe një të thejla dhe i këtartë dhe frytë e saj vijës një pas një. Zotë është përpet dhe jashtë inshallah përcime. Hajde shekni inshallah.
No, ci sta da fare. Da fare soldi in realtà mare. Da fare. Non ho azienda. Lasciamo questo sclararci. C'è delle ruote? Questa qua.
Hajde na